Një kritik që u bëjnë të gjithë me sa kam parë, të gjithë jo, po ata që janë kritik me këtë lëvizje, paguheni nga politika, keni agent politike, si ishte vërteta. Ta bëj pak edhe anën tjetër. Këtë e kam dhe unë, si akuz, po. Unë personalisht nuk marr shumë përsipër që të flas për çështje politike dhe nuk më intereson politika. Unë jam aktiviste mjedisore, e bëj me pastërtinë më të madhe, e kam punë dhe pasion. Kam rreth 13 vite që promovoj çështjet mjedisore dhe kryesisht vjosën, një punë e cila patjetër më ka kushtuar shumë energji, kohë, si çdo njeri që bën diçka me pasion, por dhe më ka shpërblyer në mënyrën se si unë jam vlerësuar deri dhe në nivel ndërkombëtar, duke u vlerësuar me çmim Nobel për mjedisin. Dhe kjo tregon shumë për se sa ose kush na mbështet apo na paguan. Pra, është komplet një nisëm ose le të themi një vokacion i pastër edhe nuk përfshin fare. Si ndihesh kur shikon këto akuza? Mërziteni ndo pak? Ju se jeni mësuar me këtë projektorin e politikës, është shumë e ashpër politika. Nëse ndodh në publik, për shembull, patjetër që unë irritohem, nuk pëlqen. Sepse është e pavërtet. Nuk pëlqen, sepse është e pavërtet dhe nuk dua që unë të futem në këto debate ose të detyrohem unë që të mbroj një akuzë shumë të shëmtuar. Do të thënë, këtë gjë e evitoj totalisht. Dhe nuk më pëlqen që bëhet. Dikush që e bën atë gjë mund të ketë arsyet e veta, por mua nuk më përfaqëson. Nëse do ketë një tërheqje nga ana e qeverisë për këtë projekt, do jeni dakord të mbyllur protesta apo duhet vazhdoj deri në largimin e Ramës? Tani unë duhet jemi kujdesshme këtu, sepse unë nuk përfaqësoj ndoshta gjithë protestën. Absolutisht. Unë përfaqësoj patjetër kauzën për cilën jam ngritur gjithë kohë dhe vazhdoj dhe protestoj çdo ditë. Qëllimi kryesor i kauzës, të paktën për mua dhe grupimin iniciator, le të themi, të ngritjes së zërit për Zvërnecin, është mbrojtja e natyrës. Dhe nëse kryeministri e kthen mbrapsht atë projekt dhe siguron mbrojtjen e natyrës, për mua protesta është e suksesshme. Megjithatë, kam parë dhe që ka krijuar një shpresë tek rinia, tek njerëzit. Shumë shpresë. Dhe që ndoshta i kalon dimensionet e çështjes mjedis, i kalon dimensionet duke futur këtu pjesën e lirisë së fjalës, lirisë së protestës, dhe më pëlqen shumë që do doja që kjo të krijohej si traditë, dhe ne të ngrihemi, nëse fitojmë Zvërnecin sot, nesër të ngrihemi për një gjë tjetër, qoftë mjedisore, qoftë sociale, se kemi shumë problematika për cilat ndoshta nuk jemi bashkuar kaq shumë ose nuk jemi ngritur kaq shumë. Dhe unë vërtet këtë shpresoj nga kjo protestë.